Danica Marinković ka qenë Miloševiqi numër 2 në Kosovë. Po me atë shikim që është cilë atje edhe sot ka hyrë në sallë me atë ignorancën e vetë, me atë ftyrën e kriminales, me atë ftyrën e shpirtëzezës, na ka shiku të gjithave me radhë. Dhe për mu është një ditë e fitores sot, për faktin se ajo sot ndodhet në pozitën që kemi qenë na, një kriminale tillë duhet të dënohen edhe ato të tjerat munges që në mënyrë për neve, grave, vajzave, që kemi burgos në rrethana të jashtëzakonshme, që kemi punu për liri dhe pavarësitë Kosovës, që na kanë dëmtuar edhe gjymtyrët, na kanë dëmtuar psikikisht, moralisht, na kanë përull, na kanë sharë kombin, na kanë sharë ushtrinë qlirimtare të Kosovës, na kanë sharë nënat shqiptare, djepin e fëmijëve shqiptar dhe gjithçka tjetër. Prandaj këto meritojnë dënim maksimal, meritojnë dënim edhe prorët e tyre, edhe urdhëndhënësit. Dhe ndër të gjithë, Danica Marinković është kryekriminalja e cila pas Slobodan Miloševićit është një obligim ndaj saj të gjykohet e jo të del në për intervista. Danica Marinković ka qenë Miloševiqi numër 2 në Kosovë.